Shkolla Bardha dhe ajo Dobraçit kanë marrë miratimin për ndërhyrjet emergjente në riparimin e banjove dhe dyreve. Kjo bëhet ditër nga administratori i njësisë Rethina Vlash Pjetri. Është menduar që shkollën Tring Smajli do të kryhet. Është bërë tendri, firma fituese mund dalin sot, mund dalin nesër, edhe ka një afat kohore shumë shpejt që për ta është një investim goxha i madh dhe real. Nësa në tender janë parashikuar edhe për shkollën e Bardhave, edhe për shkollën e Dobraçit. Nësa këto shkolla që përmenda do të kenë të garantuar, domethënë investimi do të bëhet. Qoftë në baje të shkolla Dobraçit që është shumë problematike, po ashtu është problematike madhe edhe te banjët e shkollës Bardhave. Kuptohet që edhe shkolla Bardhave ka problem me. Po ashtu Pjetri bëri me dije se është themeluar përfundimisht edhe sanitarja në shkollën Bardhe, ndërsa po shihet mundësia e vendosjes së rojës. Sanitarja është emëruar me para, mos u gabosha, para 5-6 muajsh e me rrogën nga Bashkia e Shkodër. Do të shihet mundësia edhe për roje, sepse aty ku riparojmë, ku ndërtojmë normalisht që do të ketë roje për të rrit godinën, për të rrit edhe qoftë edhe fëmijët tanë që futen më në rrethimit. Shkolla Bardha disa muaj më parë ishte pjesë e një sër problematike si në higjenë ashtu dhe në amortizimin e godinës.